parën do ta bëjmë gati shërbetin. Në një tenxhere më të vogël shtojmë një gotë 300 ml, një gotë pak më të madhe me sheqer. Në të njëjtën sasi shtojmë edhe ujë, një gotë 300 ml. Përziejmë mirë dhe e vendosim në zjarr mesatar derisa shërbeti të zihen, pikojmë për afërsisht 5-6 minuta. Tani vazhdojmë që ta bëjmë gati kadaifin. Zakonisht për këtë ëmbëlsirë, kadaifin duhet që ta merrni nga ky lloj kështu, kadaif i imët, i papjekur. Nëse doni edhe ju të ta gjeni të njëjtin, e gjeni në marketet e Viva Fresh Store. Në një tenxhere më të madhe shtojmë 125 gram gjalp ose margarinë, unë po përdor gjalp të pakripur. Presim në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani te gjalpi i shkrihet, shtojmë kadaifin. Në total unë do të shtoj 400 gram. Paketimi është 500 gram, në pjesë të vogël do ta largoj anësh. Përziejmë mirë që i tërë kadaifi na bëhet me gjalp dhe rikthejmë në zjarr mesatar duke fërguar dikon për 5 deri në 7 minuta, derisa kadaifit fillon që të na merr një ngjyrë më të kuqërantë. Kujdes, mos ta djegni. Dhe dikon pas 7 minutave kadaifi është gati. Duhet ta fërgoni derisa kadaifi të thahet dhe të bëhet kështu i ndarë pjesë. Tani marrim një tepsi dhe vazhdojmë që gjysën e kadaifit ta shtrojmë këtu brenda tepsisë. Me ndihmën e një lugje, sigurohemi që ta përhapim mbi tërë tepsinë në mënyrë të barabartë. Shërbetin, të cilin e kemi zier, gjysmën e shërbetit e shtojmë këtu te kadaifi. Gjysmën tjetër e lëm për pjesën sipër. Tani vazhdojmë që ta përgatisim krimin e kadaifit. Në një tenxhere vazhdojmë që të shtojmë 1 litër qumësht. Te qumshti vazhdojmë që të shtojmë 8 deri në 10 lugë gjelle sheqer, varet sa keni dëshirë ju që ta bëni të ëmbël, unë kam shtuar 10 lugë gjelle sheqer. Te qumshti shtojmë vetëm 3 dverdha dvezës. Të bardhat i largojmë anësh. Gjithashtu shtojmë edhe 3 lugë gjelle me një shiste, si dhe 3 lugë gjelle miell. Vanil sheqer. Përziejmë mirë dhe vazhdojmë ziejmë në zjarr mesatar derisa kremi të na trashet mirë dhe të fitojë një trashësi njëjtë sikur puding. Tani që kremi ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë nga zjarri. Njëherë te kremi vali nxehtë, shtojmë edhe 125 gram gjalp ose margarinë të pakripur dhe vazhdojmë përziejmë. Nga nxehtësia e kremit, gjalpi do të shkrihet shpejt. Pasi e përziejmë mirë dhe gjalpi shkrihet te kremi, tani duhet që të shtojmë brenda ose hoplla 200 ml ose shllak krem. Mua më pëlqen që të shtoj shllak krem, sepse merr një shije shumë më të mirë kremi, por nëse nuk mund ta gjeni si produkt në vendin ku ju jetoni, lirisht mund të përdorni hoplla. Përziejmë edhe një herë me tel kuzhine dhe kremin e kemi gati. Tani sipër kadaifit shtojmë kremin që përgatitëm dhe kjo është një nga ëmbëlsirat e preferuara në shtëpinë time. Të gjithë e kanë qejf, po ashtu edhe mysafirët. Ju sugjeroj që ta provoni në këtë mënyrë, sepse nuk do të ngeleni të shgënjur. Pjesën e mbetur të kadaifit vazhdojmë ta shtojmë tani sipër kremit. Tani më është ftofur kadaifi, mund që ta prekim edhe me dorë, që të sigurohemi që do ta përhapim mbi tërë tepsinë.
dhe sherbeti i cili kam mbetur, gjysa e sherbetit, vazhdojmë tani e shtojmë sipër kadaifit. Dhe gjithçka që duhet të bëjmë tani është që të lejojmë që kadaifi të ftofet në frigorifer më spaku për 3 deri në 4 orë, derisa kremi të shtrëngohet mirë, dhe si gjithmonë në fund të videos do ta bëjmë demonstrimin e recetës nga afër.